Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj u shpreh se Shqipëria ka siguruar një projekt prej $40 milion për ndryshimet klimatike në kuadër të programit Al-Badab, që konsiderohet si projekti më i madh i klimës që po zbatohet në Ballkanin Perëndimor. Gjatë konferencës përshtyp, Jaupaj tha se asnjë vend tjetër i Bashkimit Evropian apo i Ballkanit Perëndimor nuk ka aktualisht një projekt të tillë të financuar nga Fondi Global i Mjedisit. Duke u ndalur te konferenca treditore e klimës që solli në Shqipëri përfaqësues të institucioneve europiane dhe organizatave botërore të mjedisit, Jaupaj nënvizoi se rezultatet e kësaj konference ishin krejt pozitive për vendin tonë. Kjo platformë do të vijojë të zhvillohet çdo vit në Shqipëri duke çuar vendin tonë në një pozicion lider sa i takon ndryshimeve klimatike në Ballkanin Perëndimor. Sipas Jaupajt, fondet do të përdoren për zgjerimin e fidanishteve, ripyllëzimin e zonave të dëmtuara nga zjarret dhe erozioni, si dhe rritjen e kapaciteteve në administrimin e pyjeve. Ministri njoftoi se ministria që ai drejton ka miratuar krijimin e 4 agjencive rajonale të pyjeve me synimin për të rritur praninë në territor dhe për të ndihmuar bashkitë në planet e menaxhimit pyjor. Ai theksoi se do të krijohet ndërmarrje shtetërore e pyjeve, model që sipas tij aplikohet në disa vende të Evropës. Sipas Jaupajt, në tetor të vitit 2025, Ministria e Mjedisit në bashkëpunim me Kadastrën Shqiptare përfundoi regjistrimin e të gjithë fondit pyjor të Shqipërisë, i cili përbet nga rreth 1.2 milion hektar pyje. Sipas tij, kjo përfaqëson një mesatare të lartë krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian. Gjatë konferencës u prezantua dhe plani kombëtar i ndryshimeve klimatike 2026-2036, i cili parashikon 66 masa prioritare për të rritur qëndrueshmërinë e vendit ndaj efekteve të ndryshimeve klimatike, përfshirë zjarret dhe përmbytjet.